Në grupe më të vogla se 50 veta, hoteli nuk paguhet me qenë funksional, sepse shpenzimet janë shumë të mëdha, janë shpenzimet e rrymës e tjera. Jemi në ambientet e Hotel Molika. Aktualisht i vetmi aset i ndërmarrjes që është në shfrytëzim. Gjithë aktiviteti i biznesit ndërmarrjes është i fokusuar në qendër skiimit edhe në Hotelin Molika. Kjo është një hapësirë që kryesisht shfrytëzohet për rekreacion. Momentalisht Molik s'po am kërkon, a është tunaj dikush? Për momentin jo. Kryesisht vizitorë që vinë Molik vinë grupe të organizume. Në grupe më të vogla se 50 veta, hoteli nuk paguhet me qenë funksional, sepse shpenzimet janë shumë të mëdha, janë shpenzimet e rrymës e tjera. Për momentin nuk kemi ndonjë grup të organizuar. Presim që gjatë ditëve mbijem vikendit a andej, nëse zgaboj prej datës 2, ka një paralajmërim që kanë me fillu me ardhë programi drejt malit, po kur gjo s'kemi të konfirmu me alo. Kur të nisin grupe me ardhë, a është i hapun hoteli për individ, veç individ me ardhë ajo? Po. Në qoftë se ka dhoma të lira, natyrisht që edhe individuali mund është me rezervu dhomë. Sa dhoma i ka Molika? Molika i ka 100 dhoma. Ka kapacitet deri në 300 musafir me i pri. Krishnik, po m'lem për shtypje që gjithë konë është i shkru me anglisht, sërbisht edhe jo shqip. Apo t'len ty për shtypje? M'lem pak për shtypje që këto janë bishkrimet që ekzistojnë prej kur është ka filluar të funksionu hoteli. Kjo është një nga dhomat e Hotel Molika. Kjo është dhomë treshe. Si që mundeni me, po jemi siguru që hapësira me qenë e pastër. Të paktën nuk janë kushtet më të mira ka ona e infrastrukturës, dollapave këto, po shtroja është e pastër, dhoma është e lyme, edhe hapësira është e nxehtë. A ka internet? Qyshe interneti në dhoma? Interneti në dhoma nuk po du me të rajtë se nuk e di qysh është. Në pjesën poshtë e restorani e di që ka internet, ka wireless. Të mirë? Po, mirë. Po, mu me të regu edhe diçka që Telekomi e Kosovës e ka një BTS të vendosën për mi Hotel Molikën, edhe gjitha hapësira është e mbulume me 4G pa problem. Shumë njerëz muj me pas për shtypjen që kur t'bjen në Molik, jetu e finansu diqysh një far ineksit Beogradit, jetu dhe në pare në Serbi. A është ashtu? Jo, nuk është e vërtet. Nuk është shumë i sigurt. Ku shkojnë tyrat që vinë në Hotel Molik, ku ka 40 euro nota me tri shujta, kujt i shkojnë qëto pare? Tyrat shkojnë në llogari të ndërmarrjes. Ndërmarrja ka llogari për momentin në 2 banka komerciale në Kosovë. A ka ndonjë bank në Serbi që ke ndërmarrje? Jo. Do thonë menaxhimi krejt po bëhet veç piktujt. A keni struktura paralele të ndërmarrjes? Jo, nuk kemi struktura paralele të ndërmarrjes. Ndërmarrja administrohet prej Agjencisë Kosovare të Privatizimit, gjitha punët organizohen prej stafit të ndërmarrjes shoqënore.